Me ardhjen e këtyre aparaturave bashkëkohore në Poliklinikën e Specialiteteve numër 3, vazhdojmë? Me ardhjen e këtyre aparaturave në Poliklinikën e Specialiteteve numër 3, ka ndodhur një risi, sepse këto aparatura tepër të nevojshme i japin një shtytës tepër të signifikante në përcaktimin më të saktë të diagnozave tepër të zakonshme të problemeve të shikimit, kryesisht në lidhje me uljen e të parit me problemet e refraksionit, njëkohësisht edhe me problemet e sëmundjeve të ndryshme të syrit, të cilat janë shumë të zakonshme edhe në këtë stin, po dhe në stinët e tjera të vitit, si konjunktivite, keratite, katarakta e të tjera, dhe njëkohësisht krijojnë një lehtësim shumë të mirë për të smurin, i cili nuk ka arsye më për zgjatur problemet e veta të të parit, duke shkuar në përqendra të tjera diagnostike si shtetërore ashtu dhe private, po me ardhjen e këtyre aparaturave kemi një mbyllje 100% të diagnostikimit dhe të krijimit të një relaksi më të lartë në lidhje me një shërim më të shpejtë të sëmundjeve të syrit, të cilat janë një pjesë tepër lartë e diagnostikës të përgjithësisë të sëmundjeve në shëndetin e njeriut. Fillimisht njerë sëmundjet më të zakonshme janë konjunktivitet, që kanë të bëjnë me infeksionet banale të syrit, nga plurat, nga alergjenët si lulet apo pluri shtëpis, qimet e kafshëve, gjërat të tilla. Pastaj këto kanë përqindjen më të lartë të rasteve. Njëkohësisht kemi kataraktën ose sëmundjet e turbullimit të thjerëzës së të parit, që quhet perdhja në gjuhën e popullit, dhe që ajo diagnostikohet këtu dhe pastaj kalon për shërbim intervenus ndërhys në QSUT, në Qendrën Spitalore Universitare Nën Tereza. Sëmundje të tjera kemi glaukomën, ose sëmundjen e tensionit të syrit, që është sëmundja në botë, njihet si sëmundja verbim shkaktuese me përqindjen më të lartë të numrit të sëmundjeve që shkaktojnë verbim, është glaukoma. Këtu përcaktohet shumë qartë tipi glaukomës, tipi i parë me kënd të hapur ose tipi i dytë me kënd të mbyllur, përcaktohet tensioni i syrit, hapet kartela e të smurit, jepet terapia, rikontrollohet pas një muaji dhe kështu është mbyllur gjithë cikli i kësaj trajtimit të kësaj sëmundje që në botë është ndër sëmundjet që shkakton verbim dhe që prek shumë ndjeshmërinë e popullsisë.